që ka shpërthy ndoshta. Ka shpërthy, po ka shpërthy pak me qëllim zoti Lushtaku, se kërkush me zor se ka lidhë në televizion, u lidh vet me vetdijet plot edhe vend se me kërku folje që i ka thonë asaj diçka, u që ka thonë më. Ka dalë kontroll pajtone këtu. Samir Lushtaku ka ndalë kontroll dhe ka rap pre provokimit. Prap, po thamë edhe një herë, ka pas që nuk është dalje e paqëllimshme zoti Lushtaku. Strategji politike për të marrë vota pikërisht. Ka keq që ka rap nivel të. Po bravo. Po pikërisht desha me thonë, ka pas goditje edhe më të mëdha episodit Lladrufsin këta muajt e fundit. Madje tepër që e kanë dëmtuar dhe prapse prapu zhduru. Kështu që po bënej që kjo i shërben sepse po don me ndar me polarizimin ndërmjet votuesve të VV-s dhe PDK-s me bë edhe më thellë, edhe besë tha shumë mirë. Përmend rastin e Xhavit Halitit, e zotit Xhavit Halitit, unë tash nuk e di saktë sa qëndron 100% që po thoni që sa më shumë që është shajt ka marrë vota më tepër, po kjo është pak a shumë tek ta votues që janë të flakt ose të militantët e subjekteve politike. Te kolegu Roma, okej, çdo qytetar i këtij vendit pa marrë parasysh çfarë profesioni ushtron, është e drejtë e tij ose e saj edhe me hygarës për deputet. Unë nuk besoj që këtu nuk pajtohem me para. E dyta, veç ta përfundoj. Okej, se ta thash më pak me botë. Edhe e dyta, po veç ta përfundoj edhe fjalën e dytë. E dyta, unë besoj që është para gjykimit, me thonë se si shkruan me këto postimet vet. Po si shkruan vet? Po ku e din ti? Që unë e di, unë po të kalloj se si shkruan vet. Ja, ndeshja që është para gjykim. S'është para gjykim. Në kona i far teksti i ron që ka përmbajtje shkencore, madje edhe them. Po e çet shumë mesazhe se e lexoj shumica. Fshati Samir Lushtaku, zonja Matoshun sot s'dal në studio. A e di? Po e bën përgjithësi për çdo që den me mësoj. Samir Lushtaku dhe ku është zhvillu si luftëtar. Ku është zhvillu si politikan? Unë jam mos dal në studio, apo kupton? Dëgjom Xhavit se ti e din shumë mirë çka po flasun. Po ti e din shumë mirë çka. Po që po thuti si shkruan vet, po duket se kjo është para si shkruan. Okej, ti e din shumë mirë që si. Jo, unë nuk e di shto. Edhe nuk e besoj. Jo, e din shumë mirë. Plus është deputet edhe thu që ashtu dikush se din ajo vet. Apo do të thotë që nuk e din ajo vet, asë se kuptoj ku po do më dalë me to. A je i vetëdijshëm që ajo e din që po dalin këtu na mençoj. Dëgjom, apo çto e din? E kam përshtypjen që shumë gjëra s'e kupton ti, jo vetë këto. Ha, ne valen. Është shumë keq, apo kupton? Për më shumë keq. Ja, s'e kupton shumë. Se çunë nëse i thehet pas votit dikuj edhe çiten postime ko, po ai asnjëherë duhet më vojë mi ka çit dikush. Unë kesh shumë qartë, deputeti, si zonën e fjalë, nuk e ka veç për detyrë. Me boç tash ka boç tash. Pajtohem plotësisht. Ma thuaj për 4 vite, 5 vite si deputeti, cili ka qenë një propozim që ka ndryshuar jetën qytetarët në ose kolegëve të saj në fushën me ato drejtoj votuesve të saj. Jo ti drejtoj që ti po të bëj pyetje se ti ato e mbrojt. Po jo, jam vetë thotë që nëse thuti që ajo nuk i shkruan vet. Pyetje, po, edhe përsëris 20 herë që ajo që to nuk i shkruan vet. Copy paste. A guxojnë në veç pak me ju përgjigjen, veç pak lutem sa të s'po vlen tani me fol. Po jo ti gjithmonë nuk i le të tjerët të flasin e pastaj thu s'po vlen me fol. Po kolegi i dashur, as argument se të më ofru çka po të thamun. Po ne, nëse ty s'duken argumentet në normale. Gjatë kohës sa kom shërbyer në Bundestag, krejt fjalimet ja kemi shkruar atij deputetit na. Unë jam kanë i vogël aty, po një ndër ata 5 që na kanë aty. Krejt fjalimet. Po krejt fjalimet, krejt gjithçka që ka dorë është problemi. Çka ka pas me thonë çaj njeri ka kaluar në për një filtr zyrës deputetit. Ti këto duhet me ditë. Bile edhe në Kosovë tash kemi zyrtarisht në Kosovë kemi edhe bashkëpunëtor shkencor ta spiqujt.